zogu I fere sorella lona erdi dita e vere sorella lona na erdi dita e vere sorella lona dita e vere shkoj orella lo shenjer gjin për gjoj me orella lo shenjer gjin për gjoj me orella lo si të vaje shenjer gji orella lo vajni mari e I keqi orella lo vajni mari e Në veri të Shqipërisë, aty ku malet prekin qiellin, shtrihet Kuksi, një zonë ku tradita jeton çdo ditë. Në fshatrat e tij, po harrjedh ndryshe. Mikpritja, rritet dhe gatimet ruhen me kujdes, si një pasuri që u përcillet brezave. Këtu, kultura nuk është në muze. Ajo është në oborre, në oda dhe mbi sofrat e shtruara. Mes këtyre traditave spikat flia. E përgatitur me durim, shtresë pas shtrese mbi saç. Ajo kërkon kohë, përkushtim dhe bashkëpunim. Nuk është thjesht një gatim, është një ritual që bashkon familjen. Rreth saj mblidhen të gjithë. Dikush kujdeset për zjarrin, dikush për brumin, e të tjerët presin momentin për ta ndarë bashkë. Në Kukës, flia është më shumë se ushqim. Është bashkim, është traditë, është kujtesë që vazhdon të jetojë. Flia është një gatim tradicional, I hershëm në kohë, në fakt, I përdorur në krahinat e Shqipërisë veriore. Përmenda I hershëm në kohë, sepse është mbi bazë një brumi të hollë, I cili përgatitet zakonisht vetëm mbi bazë ujë dhe mielli. Dhe veç të tjerash, është thash I hershëm në kohë, ai është një gatim që lidhet me ceremoni të veçanta familjare. Ndaj kur thuhet do bëjmë një fli, do të kuptojmë gjithnjë që ka një ngjarje prapasaj, që zakonisht një ngjarje të gëzueshme, një festë familjare ose një festë tjetër që ka të bëjë me pritje, përcjellje miq të nderuar. Pra është një gatim ta përshkruajmë kështu ceremonial. Dhe nuk bëhet në jetën e përditshme. Kjo nuk përdoret pra në jetën e përditshme për faktin se do që të gatuhet në formën më të mirë të mundshme të saj, do një kohë të gjatë për përgatitje. Gryqçaja ndodhet në juglindje të Kuksit, në zemër të maleve të larta të masivit Sharr Korab. Rruga drejt saj kalon mes pyjeve dhe shpatëve të thepisura, ku çdo kthes zbulon një pamje të re. Bishkët shtrihen të gjëra dhe sipas thinëve mbulojnë nga mira lule të egra. Këtu kalon edhe shtegu I ngjyrave sot, një nga destinacionet më të njohura natyrore në Shqipëri. 4 fshatrat e kësaj zone janë ndër të vetmit që përfshin plotësisht brenda parkut natyror Korab Koritnik. Pjesë një hapësire më të madhe që lidhet me parkun kombëtar të Sharrit në Kosovë dhe parkun kombëtar të Mavrovës në Maqedoninë e Veriut, një nga zonat më të pasura me biodiversitet në Evropë. Por, përtej kësaj pasurie natyrore, këto male fshehin edhe një mënyrë jetese që vazhdon të mbijetojë mes kohëve që ndryshojnë. Dhe ky udhëtim është vetëm hyrja në të. Thonë se njeriu mund të shkojë kudo, por zemra I mbetet aty ku janë lartësuar të parët. Unë sot ndodhem në Shkinak. Nuk është një produksion televiziv apo një detyrë shkolle. Është një premtim që I kam bërë vetes, të shkel në ato vende ku I mat kaloi fëmijërinë e tij. E sot unë ndodhem këtu, edhe më pas do kaloj në fshatin fshat për të parë se si gatuhet flia.
zonjat, po themi zonjat sepse janë 2 ose 3 gra që marrin pjesë në rastet kur duhet gatuhet një fli e nivelit të duhur, pra për ceremoninë familjare. Njëra ofron drut, tjetra merret me zjarrin që ta mbaj gjithnjë në nivelin e duhur, mbasi ajo bëhet me disa rena, siç thuhet në popull, me disa shtresa brumi që shoqërohen me të verdhë veze, me gjalp, dhe trashësia e saj duhet ta kaloj të themi afër do me masën e tepsisë në të cilën gatuhet. Përmenda më përpara që bëhet në Shqipërinë e Veriut, por në fakt e cilësisë më të mirë dhe që arrin kulmin në të gjitha aspektet, e gjejmë në krahinën e Lumës, pra në Kukës. Kjo është e prapur edhe në krahina të tjera në fshatrat e Kosovës, fqinj me Kuksin, të themi, sepse siç dim, to krahina janë njësi të përbashkëta kanë qenë kulturalisht, pavarësisht përcaktimit kufive në vitin 1913, pastaj e kemi edhe në krahinën e Tërbojës. Gjithashtu, më vonë, kjo filloi të përdore edhe në Burrel, në Peshkopi, por siç thash, e theksoj edhe një herë, cilësinë më të mirë të flisë e gjejmë në krahinën e Lumës. Ashtu si lumi që niset nga bjeshkët edhe dertet e det, ashtu edhe njerëzit, edhe pse ikin larg, kthehen gjithmonë te rrënjët e tyre, te traditat e tyre. Ashtë shumë super, kena kaluat pyllin aty, sipër, edhe ishte shumë bukur edhe pse kisha pak frikë. Tash po ulna poshtë për me shku me gatu fli. Nuk kam provu ndonjëherë fli, as nuk kam pa ndonjëherë si bëhet fli, as nuk e kam pa ndonjëherë flin. Po do provojmë, e shpresoj të jetë mirë, të kënaqshna. Më pëlqejnë aventurat si këto, ishte një rrugë shumë e bukur dhe unë po pres shkojmë të ham fli në fshatin fshat. Nuk kam parë ndonjëherë si të bëhet flia dhe nuk e kam provuar ndonjëherë, po shpresojmë ta provojmë dhe shpresoj të jetë mirë. Në fshat, mysafiri nuk është thjesht një vizitor. Ai mikpritet, që në mbërritje dyert hapen dhe bashkë me to edhe njerëzit. Nuk ka formalitete, ka duar që shtrëngojnë fort, buzëqeshje të sinqerta dhe një ndjenje me një hershme afrimi. Hyrja në shtëpi është e natyrshme, si të kishe qenë gjithmonë aty. Vizitorët ulen, vendosen pa ceremoni, fillojnë bisedat. Të thjeshta në fillim, pastaj më të thella. Fjalët rrjedhin lirshëm, por edhe heshtja gjen vendin e saj. Një heshtje që nuk është bosh, por e mbushur me mirë kuptim. Në këtë hapësirë, gjithçka ndodh pa u menduar gjatë. Dikush sjell kafe, dikush tjetër përgatit sofrën. Lëvizjet janë të qeta, të zakonshme. Një ritëm i trashëguar që nuk ka nevojë për shpjegim. Mikpritja këtu nuk është një gest i menduar, është mënyrë jetese. Koha ndahet pa u ndier dhe hapësira bëhet e përbashkët. Mysafiri nuk qëndron më në një cep, ai përfshihet. Merr pjesë në biseda, në punë të vogla, në momentet e përditshme që ndërtojnë jetën e kësaj shtëpie. Dhe pikërisht këtu ndodh ndryshimi. Qëndrimi nuk është thjesht një vizitë, nuk është më një ndalesë e përkohshme. Është një hyrje e qetë në jetën e dikujt tjetër,
sepse në këto shtëpi, mikpritja nuk mbaron te dera. Ajo vazhdon në çdo detaj, në mënyrën si të flasin, si të dëgjojnë, si të bëjnë vend. Pa e kuptuar, mysafiri pushon së qeni i tillë. Ai bëhet pjesë. Ka disa gjëra që nuk mbajnë dot me dorë. Një zakon, një këngë, një mënyrë se si ndizet zjarri. Janë diçka që ngjilen si një trashëgimi, këto janë tradita jonë. Këtë vit shtektimi i dhelve, transhumanca, u pranua si pasuri në UNESCO. Dhe Grupçaja është një nga ato vende ku kjo traditë, kjo pasuri ka vazhduar mbi shekuj. Këtu njerëzit kanë ecur me stinën, me vend, me malin, dhe përgjatë tyre kanë ecur dhe historik, dhe bashkë me historisë janë zhvilluar edhe gatimet. Në dhomën e gatimit mblidhen të gjithë. Gra e burra, djem, vajza e fëmijë, të ardhur nga qytete të ndryshme me përvoja të ndryshme. I bashkon e njëjta kurreshtje. Të shohin nga afër si nis një gatim që për shumë prej tyre mbetet pothuajse legjendar. Flia. Afrohen, vëzhgojnë, pyesin. Çdo lëvizje ndihet me vëmendje. Nuk ka nxitim, vetëm interes dhe dëshirë për të kuptuar. Në qendër qëndron zonja e shtëpisë. Meqenëse, ajo tregon jo vetëm hapat e përgatitjes, por edhe kuptimin pas tyre. Një dije e mbledhur ndër vite, e kaluar brez pas brezit. Fjalët e saj ndërthuren me veprime. Brumi, saçët, zjarri, gjithçka merr kuptim përpara syve të pranishme. Përpara se të ndizet zjarri, nis një proces tjetër. Ai të mësuarit së bashku. Për flenë rreth parë marrim millin. Ujin e bëjmë jo shumë val, e ja hedhim, i hedhim edhe kripën. Ne këto ja hedhim kështu, me dorë. Tash e hedhim millin. Për 20 vet mund të bëhet. E përzim derisa të tretet mirë milli. Masi e vrasim mirë kështu me garusht, i hedhim edhe qumshtin për ta bërë normal, për me hudhën të mësi, brumin. Tash i hedhim edhe qumësht, 2 kile qumësht, mund të hedhish. I hedhim edhe 1 kile në vezë. Sa zgjat procesit e zë, për të bërë një fli, për të bërë brumin në sakë? Po këtu në fshat nuk ka se e kejna se sa zgjatën. Nuk e matim kohë. Po, me bon flin për darkë, janë nisim në orën 12. E kur të dalë në orën 5 darkës. Brum janë regull. Tash marrim vezët. Mund të hedhim një temësie, për 20 vet mund të hedhim deri në 20. Pastaj marrim edhe kosin, edhe e futim me tanë, për me nxjerrë gjalpin me bon flin, me mtoj druni, si gratë e moshme. E marrim si fillim kosin, nuk e marrim ajkën fillim se në ngjitet kështu për mtajni. Ki e ban
gjalpin shumë të mirë, me aromë shumë të mirë. Ne në zonën tonë, ne nga Mokra këtë e çaj ftyrë, është e njëjta procedurë. Në gjithë edhe me bidore, se shumë përshë. E shikon këtë në qoftë sa është kjo e ftohet, i hudh pak ujë grohët, që të mbledhet gjalpi. E në pastaj e mbledhet mirë, ka njëherë e tonë këshu, për mu mbledh gjalpi, tani e kena nxjerr gjalpin, se doja e shkrim e doja hedhim flis. Dhaltin e zim edhe bajmë gjizën, ose e pim, e nxjerrim në përgotë dhe ham me flin për darkë. Vezve, tash u hedhim edhe gjalp, si mbas preferencave njerëze. Në një e do me shumë gjalp, në një e do me pak. Me pak, mire bajmë me pak. Edhe tashti u krije procesi i brumit dhe i vezve për flin. E marrim brumin, e qojmë atje te saqat, edhe u krije. E fugjim ka një garush të në të mësim. Njëren brum edhe njëren vez, e gjallë. Edhe kështu bëhet flinja tradicionale në fshat ose në fshatin Grikçaj. Ora 3 në orën 8 darkës do të hamë flin. Por në një muaj. A e gatuani shpesh apo vetëm me rast? E gatuim shpesh, e gatuim. Se e hanë fëmijët, kur na vinë farefisi, kur na vinë bijat, kur na vinë nipat, kur na vinë besat. E bajmë flin. E pëlqejnë shumë, ma shumë pëlqejnë flin se sa mishin. Edhe ne bajmë vesh flinja, gjithë verës flinja me drum. Njëherën dhe javët mund të bajmë një flin, se na vinë një. Javën tjetër na vinë bijat, javën tjetër vinë besat. Edhe kështu që... Edhe kur martohet dikush ma pa diskutim, që flinja të vinje punë të rinis, arena, si kur bëhet flinja, ashtu edhe të vinë punë të rinis, të mira e të mara. Flyni më kujton një diçka shumë interesante. Edhe pse tash jam i madh, kur isha i vogël, sa herë që dada, mama ime bojte klynin që u tunte, unë kishëm përborç kudo që t'ishte dhoma, sa do e mbyllur që t'ishte, u shkojshëm edhe të futshëm gishtin faktikisht, këtë madha klubën, edhe ta provoja. Shiu i zhvendos të gjitha brenda. Një hapësirë e improvisuar, por e mjaftueshme për një proces që kërkon vend, sepse flija nuk gatuhet kudo. 2 saç vendosen mbi 2 vatra zjarrin. Pranë tyre 3 këmbshi përpjekjen. Zjarri ndizet. Druut çahen njëri pas tjetrit. Flaka mbahet e qëndrueshme. E zonja e shtëpisë kujdeset për çdo detaj të zjarrit, me një qetësi të mësuar ndër vite. Hekurani ndihmon në punët e shtëpisë. Edhe pse mysafir, ai nuk qëndron më janë. Kjo është një hapësirë që e njeh. Të gjithë vëzhgojnë në heshtje, ndërsa jashtë bie shi, brenda gjithçka nis të marrë ritmin e vet. Flija kërkon kohë dhe hapësirë për të bërë. Na erdhi dita e verës, ore lalo. Dita e verës shkoi, ore lalo. Shëngjer gjin për gjojme, ore lalo. Shëngjer gjin për gjojme, ore lalo. Si fillim quhen këto e hudhim qështu. Thuan petlat e fundit. Tashi i hudhim, i vejmë saqin. Disa e mësuan shpejt procesin. Të tjera janë aty për të mësuar ende, ndaj her pas here vëzhgojnë, mësojnë, pyesin. Çdo shtresë flis,
Çdo lëvizje e dorës tregon përvojë. Nuk ka nxitim. Ka ritëm, një mënyrë që është formuar ndër vite për të zonjën e shtëpisë dhe gratë në këtë zonë. Kjo nuk është vetëm punë. Mesazhve dhe zjarrit ka biseda, ka të qeshura, ka shkëmbim. Fjalë që kalojnë nga njëra tek tjetra, ashtu si edhe vetdia. Për këta vizitor, kjo kthehet në më shumë se një gatim. Është një mundësi për të parë nga afër jo vetëm si përgatitet flia, por si ruhet dhe trashëgohet kjo traditë. Gratë vazhdojnë të jenë të zëna, duke gatuar dhe duke biseduar njëkohësisht. Për të pjekur flinë duhen të paktën 2 gra, por në këtë rast ato janë më shumë dhe ndërrohen her pas here, duke i dhënë njëra tjetrës vend pa ndërprerë procesin. Edhe pse hapësira është e ngushtë, atmosfera është e ngrohtë. Të qeshura, pyetje, këshilla, gjithçka ecën paralelisht me përgatitjen. Në gryk çaj, flia nuk bëhet vetëm e përbërës. Ajo ndërtohet nga duart, nga përvoja dhe nga njerëzit që janë bashkë. Pjekja e flisë po afrohet drejt fundit, por ndërkohë vazhdojnë përgatitjet për darkën. Në familjen Pritze të gjithë japin një dorë, secili ka një rol, sado i vogël. Tash, lumë kofsh, u baft mirë, tash flinja ka mbaru. E presim, mrapa, i hedhim gjalpin edhe është vetëm për me vunë triesë. Pranë sobës së zjarrit, burrat tregojnë histori. Nga ato të përjetuara, e gojdhënat, e ka histori edhe për flinë. Përmes kësaj tradite, ushqimi bëhet pjesë e një tregimi, që të gjithë e ndajnë bashkë. Po të shikosh, në historikun e gatimeve, është i vetëm një gatim që kur jepet miku, që është nderi më i lartë që bëhet për miq, pjekja e flisë, sepse pjekja e flisë si rregull duhet të fillojë në 5 të mjesit, duhet të jetë një e vjetër, grua e vjetër, edhe një nuse e re. Të dy mesaqa, në mënyrë që të ndihmojnë njëra tjetrën, po edhe të shkëmbejnë biseda njëra me tjetrën, në mënyrë që të afrohen fëmijët, të afrohen njerëzit, është e mundshme shumë. Mundi është shumë i madh, po ajo më e bukur që më pëlqen mua tek kjo flinja është mënyra se si servir. Serviri është këtu, shtrohet sofra, i zoti shtëpisë ulet në gjunjë, është një mënyrë, domethënë, shërbimi, përrullje, domethënë respektin ndaj mikut, domethënë i zoti shtëpisë ulet në gjunjë dhe e merr dhe e shpërndan, e hap. E bëjmë një jetë me hime, e hap, me shkojsh për i zotit, kthej ka kilbje kur disi i mon. Zotit shtëpisë, thot duhet me prish, ha? Tiftohet, sa është me nxenë. E di cila është arsyeja? Arsyeja është që miku mos të ndihet ngushtë për të ngrënë sa të do, e lishëm. Dikush ka më shumë, dikush më shumë, dikush më pak. Mos i matet numri i ne themi i pjesa, edhe një fotë, dhe u themi
mos i madh. Domethënë i vetmi ushqim që i serviret tjetër i prishur, jo i rregullt. Kemi pasë oj motër një agronom prej Durrësi, e ne thirri një ban flinja. Thot qa kjo flin. Po kur bjen gjumë, thot qa hongërm që ajo si ke, thot flin bre. O thot qa hongërm bre, flin bre, ki hase te thon flin. Gjumë, se për zotit. Mirë thot pa, te thot flin bre, thot i kam gjithë ditën, thot duke kam qitën punë gëruen, me marrë tit në punës, veç me grani saqin, në unë saqin, se do të me dhanë 30 ditë punë, me grani saqin, e unë, me ba flin. Pranë zjarrit, në një tjetër dhomë, zëri kthehet në ritëm. Kënga nis si një vazhdimësi e natyrshme e mbrëmjes. Ajo flet për pranverën, për jetën, për kohën që rikthehet. Mysafirët nuk rrin thjesht dëgjues, por bëhen pjesë e këngës. Kjo është një tjetër pjesë e traditës që ndiqet edhe nga vizitorët e përjetojnë. Na erdhë dite verës ore lalo, dite verës shkoje ore lalo, shënë gjegjin për gjoje ore lalo, shënë gjegjin për gjojve ore lalo. Si dëvije shënë gjegjin ore lalo, vini mire i keqi ore lalo, vini mire i keqi ore lalo, i keqi letraje ore lalo, i miri letbaje ore lalo, i miri letbaje ore lalo. Ashtu si lumi që niset nga bjeshkët edhe dertet e det, ashtu edhe njerëzit, edhe pse ikin larg, kthehen gjithmonë te rrënjët e tyre, te traditat e tyre. Më duk interesant, e bukur, dhe isha shumë kurioze ta shikoja se si bëhej fli, pasi nuk e kisha parë kurrë se si përgatitesha. Më duk shumë e vështirë, shumë e lotshme, po interesante, e bukur. Ishte edhe kjo pjesa që mund të kishe kohë të bëj pak më bet, se ishte koha shumë e gjatë për të përgatitur flia. Edhe kishte gjitha elementet brenda. Ja vlehti shumë, si tek rruga, pjesa që bëm në këmbë, pjesa e përgatitjes së flisë, mikpritja ishte pothuajse shumë e mirë. Përgjithësia ishte shumë super. Do i tregoj kudo. Edhe te kolektivi im, tek puna ime, do i tregoj se si e kalova eksperiencën Kukës dhe se si përgatitëm flin. Sot është dita jonë e dytë këtu dhe ishte një ditë shumë e bukur. Ishte rasti që provuam flin, ishte hera ime e parë. Ishte një ushqim shumë i mirë dhe më shijoi shumë dhe kam dëshirë ta provoj prapë. Shumë diçka e bukur dhe do ta trashëgosh traditën brez pas brezi. Ajo gjaja që mu përshtyp ishte që kishte shumë mal, po shumë të mëdhej. Si të duk flia, e kishe provuar ndonjëherë më para? Jo, nuk e kisha provuar asnjëherë, po flia më duk shumë e mirë. Ishte hera e parë që e provova. Mua më pëlqen shumë me pa gjëra tradicionale dhe duke bërë fli. Isha shumë kurioztare për të parë, për ta prek nga afër se si bëhet flia. Fshati çaj ishte një mrekulli më vete, por akoma dhe më e bukur ishte momenti kur unë preka nga afër gjithë ato asortimente që duheshin për të bërë një fli. Kaluam ta momente shumë të veçanta, shumë të bukura,
për ta përgatit fillimisht brumin, pastaj për të bërë edhe ato pjesën e mbushjes me vezën dhe me gjalpin që duhet të tundej. Më pas, akoma dhe më bukur ishte momenti kur duhet të bënim flin. Nuk e kisha përjetu një moment kaq të bukur, me një atmosferë shumë të bukur, të veçantë, sepse ishim një grup vajza, fëmijë, moshatare të mia që unë nuk i njihja, por që u bëm shumë mike se na bashkoi njëjti qëllim. Momente shumë të veçanta. Momenti kur bëja flin, më jepte një emocion të pa përshkruar. Momenti i ndrimit të saçeve, apo dhe momenti që duhet të përhapje brumin, momenti se si duhet të piqej, sa duhet të piqej, nuk e di, një eksperiencë shumë e veçantë, shumë e bukur, do më mbetet shumë në mendje dhe ja vlente gjitha i mundi, gjitha i përkushtimi, gjitha ajo sakrifica e madhe që kërkonte të bërit të flirit. Shumë i bukur, shumë e veçantë. Shumë kishte shumë gjallëri, kishte shumë gjëra që duhesh e bërë që të mbante në një tension të vazhdueshëm për gjatë gjithë kohës. Pra një flit donte 5 orë për të bërë. Dhe 5 orë kalonin, edhe pse kishte lodhje, por kalonin mrekullisht bukur. E veçantë, shumë e bukur. Unë u kënaqa mbase ishte edhe pak ajo pjesa e imja që unë mora bëra, edhe më pëlqeu akoma dhe më shumë. Se më duke sikur ishte ai mundi im që po e shijoja me shumë kënaqësi. Dy ditë mund të duken pak, por në gryk çaj mjaftojnë për të krijuar miqësi. Edhe ata që u takuan për herë të parë, ndjen menjëherë se ishin të mirëpritur. Punët e ndara dhe qëllimi i njëjtë të kujdesen për mysafirën. Në familjen Shehu, Seiti, gjithmonë pranë zjarrit për të ndjekur bisedën dhe për të treguar shumë për zonën e tij. Vjollca, që nuk e humbi asnjëherë ritmin e gatimit dhe vazhdimisht buzëqishte dhe argëtohej me gratë, vajzat dhe fëmijën. E livdoni gjithnjë aty për të ndihmuar. Lanë një përshtypje të fortë tek të gjithë. Largimi nuk është thjesht ndarje. Është një premtim për t'u rikthyer.